Po mirë, po i kërcënojnë me bukën e gojës, ata bën treshe, pra kanë qenë dikur treshe, edhe marrin lek në mënyrë të sofistikuar, disa bëjnë korrupsion, disa jo të gjithë. Se ju mendoni se është bërë reformë në drejtësi dhe ju mendoni se ata s'bën korrupsion me njëri tjetrin, na mi bëhet aty brenda. Se spaku nuk i gjen sepse kur ndonjëherë është, ndonjëherë thënë i gabim. Kaluan vetingun, them, janë njerëz të pastër ata. Vetingu për mashtru këtë popull me ongër sapunin për djathtë dhe le të shkojnë ta provojnë atë kur shkojnë në gjykatë, shikojnë se si kanë hyrë në Everest dhe akoma nuk e dinë zbresin. Avokat, po kur zbresin nga Everesti, e di si do zbresin nga Everesti ata, e di si do zbresin. Pra, në rast se ke bërë karrierën kështu, e kupton? Zbret nga Everesti kështu, në mënyrë të papritur. Çu do zbresin ata që janë në Everest sot? Po s'ka problem, është puna e tyre. Për të gjithë ka, dëgjoj, duhet të kesh parasysh diçka. Gjykatësit nuk janë zoti, japin një vendimarrje. Mirë, kaq. Pastaj e din vetë ata, është jeta e tyre pastaj. Shiko, në jetë secili ka pozitat e tij. Ti je gazetar, unë jam avokat, ai është gjyqtar, ai është politikan. Mirë. Ne po jemi ashtu siç duhet, do të respektojmë atë që themi parimet dhe ligjet. Ti në punën tënde, unë në punën time. Por ne po u bërmë vegël e atyre që të kalbin njerëz në burg për të joshur dhe për të kënaqur të tjerë duke shkelur parimet dhe ligjet, atëre kur të vije Everesti, do bie Everesti po Avokat, atyre, nuk e di. Është çështje e brendshme tani nuk merrem me ti që dërsieran tonë. Kush ka më shumë shanse që në fund të kësaj betejë të fitoj, Balluku apo Saliani? Jo, po në cilën aspekt thua, politik thua ti? Po të dy janë në një betejë. Apo Saliani dhe Balluku? Balluku, po Saliani në PD, Balluku kthehej me gjykatat dhe brenda PS-s në fund fare. Po jo, si shikoni, do humbi të dy apo do fitojë të dy? Shiko, Saliani politikisht tani nuk ka problema me ligjet. Jo, nuk ka politikisht angazhohet. Saliani politike, Balluku juridike. Në fund fare. Saliani mund të fitojë politikisht dhe mund të qëndrojë politikisht të PD-ja. Në rast ata të PD-s mendojnë që partia është e ri. Buka, avokat, është thyer Buka. Berisha nuk të fal kollaj. Tani, shiko, Berisha është 81 vjeç. Mirë, unë i uroj shëndet. 45 saj, pjestojeni për 2. Po mirë, dëgjoj mua, se unë 26 jam, e kupton. Po dëgjoj puna. Unë po them të që ajo që mendoj unë për rastin e zotit Saliani është kjo që zoti Saliani politikisht ka jetë politikisht dhe në rast se do ta menaxhojmë mirë në mënyrën e marketingut do ketë vazhdimsi. Në rast se por kam frikën se po zoti Saliani mori pushtet tre gjyqtarë që e futën në burg ka mendimin tim që do të më marrin azil, të jem realist me ju. Kështu mendoj unë. Dhe inshallah gabofsha. Ti e din që ndonjëherë mund të gaboj, mund të mos gaboj. Pra të marrin në azil që tani flas. Për sa i përket zonjës Balluku, zonja Balluku për mendimin tim nuk ka qasje apo një ngjyrim apo frymarrje leadershipi. Ka ekzekutore, pa ekzekuton. Pra urdhrat e atij që zbaton, pra të Edi Ramës. Pra politikisht ajo nuk më duket, nuk ka rrezikshmëri në Partinë Socialiste që ajo mund të marrë diçka. Pra ajo do ketë një betejë me drejtësinë sepse drejtësia e Partisë Socialiste e çon në fund fare tek fjalia e fundit dhe manual që ne kemi parë kur del kundër linjës partisë, tani do bësh dhe armiku i popullit. Dhe kjo lojë e bukur që është bërë dhe zoti Rama po çon deri në fund, sepse është lojë e bukur kjo, nuk është betejë, është lojë. Dhe është lojë e rrezikshme. Me ndihmën e Spakut flase, sepse zoti Rama nuk bën asgjë pa ndihmën e Spakut, e kupton? Pra, fjalia afërmendësh duhet të reflektojë të çdo qytetar që një prokuror dhe karamelet i thot gjyqtarit të lutem ma miraton, afërmendësh gjyqtarit ta bëj sepse kur të ndaj gjyqtarit kemi një letër A4, a kupton, si puna e Irena, a kupton? Sigurisht që zyarësia rritet, ulet edhe ka nivelin e peshngritjes, më kupton? Ose ka edhe gjyqtarë të tjerë të cilët janë në trupa gjykuese të njëjta apo të ndryshme që bëjnë treshe, po është punë tjetër se si çdo njeri e percepton fjalën treshe.
Tani Treshja është tek trupa gjykatës, Treshja është në vend tjetër, se di. Qytetarët të reflektojnë, ta kuptojnë. Por puna është që ne duhet të kuptojmë që e gjithë kjo që po ndodh me sistemin tonë e drejtësisë është një situatë e cila nuk, për mendimin tim, nuk jep qytetarëve drejtësinë e duhur, po thjesht do t'japim lefin e duhur të panevojshëm që ne qytetarët shqiptar kemi parë se sa herë kemi arritur me mlefe, dihet që kemi shkatruar gjithçka dhe nuk kena ndërtuar dhe nuk e kemi mbajtur në vazhdimësim ndërtimin e institucioneve kushtetuese. Prandaj për mendimin tim, zoti Sajani ka karrierë përpara politike, inshallah dita menaxhoj në mënyrë mediatike dhe marketingut, ndërsa për zonjën Balluku mendoj se zonja Balluku do të ketë një shkëlqim me një rënje graduale të rrezikshme që merr me vete edhe të tjerë. Por emrat e të tjerëve do të jetë në mënyrë të ngadalt, sepse janë interesat të tjera, të cilët nuk mund të bien në nivelin e një vakumi të rënd dhe të lartë kushtetues. Prandaj, në rast se do të vijë momenti i drejtësisë në Shqipëri, nuk do të jetë se do të funksionojë drejtësia. Por është si ajo puna e rastit të zonjës Balluku, që ta jap me e kam që në 2021 procedimin penal ndaj teje, kam provat që në 2022 ndaj teje, dhe të lejtë i rjesh e lirë nga 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, edhe tani deri drejt 2026, duke zvarritur i nderuar. Prandaj i dashur Dylber, ashtu siç kam thënë vazhdimisht tek njerëz që kanë dëgjuar dhe na kanë dëgjuar dhe unë i respektoj vazhdimisht në mënyrë të jashtëzakonshëm, jam shumë i privilegjuar që më ke ftuar dhe kemi thënë të vërtetën. Të falenderoj edhe unë ty. Dua të them qytetarëve që ne kemi thënë gjithmonë të vërtetën pa asnjë lloj mendimi se si do ta kalojmë linjën, nga do shkoj linja, ne kemi thënë çfarë gjëra të qarta, të sakta, të kuptueshme, jo duke filluar të flasim romani X, libri X, e kupton budalliqi që e thënë këta tek njerëz, e ke dëgjuar disa, tani do bëjmë edhe një koment kështu. E ke dëgjuar disa analistë që dalin nëpër televizor thonë, një servitor thot, servitor çfarë këto, që servir në për hotele, bë krahasimin tjetër me kushtetutën. Nëse më bra vetën, e kupton. Një tjetër thot, libri X thot, ka thot këtë gjë, e kupton, që s'ka lidhje fare me raport me mentalitetin tonë, e kupton, se ka lexuar një libër do të thot njerëzve, shiko sa libra lexoj unë. Avokat është i qartë, realiteti jo nuk e shpjegon dot mitologjia. Qytetari do të dëgjojë të vërtetën. Do të dëgjojë 1+1 na bën 2, edhe kur 1+1 na bën 3, duhet të shpjegojmë pse bën edhe 3, edhe pse nuk mund të bëjë edhe 3, edhe mund të bëjë edhe 3. Prandaj ne kemi qenë ashtu siç duhet, pra në raport në të vërtetën, kemi thënë të vërtetat, edhe për Saliun, edhe për Edin, edhe për Ilirin, edhe për Beqen, edhe për Erion Velin, edhe për të gjithë këta. Por e çuditshmja Dylber është kjo, që ne na dëgjoj populli i thjeshtë. Kjo është e rëndësishmja. Kur populli i thjeshtë na dëgjon, edhe na përgëzon, edhe na falenderon, edhe na kritikon, se patjetër do na kritikojnë, se çfarë mendon ti, gjitha po është vaj, pastaj është diçka nuk shkon mirë, po e kemi vaj muhabetin, e kupton? Situata s'është mirë. Do të reflektojmë ne, por duke qenë se edhe na kritikojnë, është gjë pozitive, sepse patjetër duhet ngacmim, sepse njerëzit duhet të reagojnë për të mirën e tyre, sepse ne jemi një shoqëri që kërkojmë që të rregullojmë të gjithë shoqërinë, ajo ashtu në mënyrë absolute, a kupton? Por të jemi në masat ekuilibruese, jo ik njëri në qell, tjetër në hënë, këto me radhë dhe bëhet nami këtu. Avokat, meriton një koment nga juaj arrestimi, operacionet në Kruj, arrestimi i djalit njërit e ish deputetit Raja e Nikel? Po. Sepse jemi në një situatë statistikore që jemi drejt mbylljes së vitit dhe sidomos mbyllja e vitit 2025 në 2026 në çdo prokurori do të çojë në raportet e 2026 në parlament,
sigurisht këtë individ të cilët janë përfshirë në të shkuarin e tyre në veprimtari të ndryshme dhe të dyshuar kriminale, do të merren patjetër se kështu merret, kështu është rasti. Pra, shpërthen një bombë diku për shembull, a kupton? Marrin ty thënë hajde këtu. S'ka lidhje ty. Tani ma bë drejtësinë, hajde se edhe dy se u mbush. Po se kështu është e vërtetë, pse dëgjoj, Dilber, un kam thënë diçka dhe prapë nuk më kupton. Të lutem. Më ndiq me vëmendje. Në rast se ne do të kishim një drejtësi që do të luftonte krimin organizuar, sot ti nuk do të kishe njerëz të pafajshëm në përburgje. Do kishe njerëz të tjerë në përburgje dhe sot kriminaliteti dhe vrasja do ishte ulur. Ti nuk ke shumicën e atyre që duhet të jenë në burg. Ata të cilët duhet ishin në burg sot i ke jashtë, flas nga krimi organizuar, ose i ke jashtë shtetit, jo thjesht jashtë, pra jashtë burgjeve, i ke jashtë shtetit, dhe nga jashtë shtetit të japin urdhra, mirë, dhe ti nuk ke një SPAK dhe një prokurori që t'jetë fort të godasi. Pra ti çfarë ke? Ke një, pra ndodh një gjë, ndodh një mbet nëntor, e kupton? Çfarë bën ato? Çuna blidhin çka kemi pasur përpara, çon na kohën për komisariate. Pyeti kush je ti ku je? Ti, kështu, derisa vi momenti që ti gjejnë, a kupton? Nuk i gjetën akoma. Pra do të thotë kanë dështuar. Pse? Sepse ti kur nuk e gjetur atë që ta bëri tjetrin në pikë të drekës, në vendin më të sigurt. Por Dilber tani të jemi ne të dy bashkë vëlla në një fik ta nxjerrim nga shtëpia e mendojmë 20 herë atë na kapin ai policë na çon modele na bë statistikë, a kupton? Thot dole me fik të ftohtë ti dhe do vrasësh tani gjithë lagjin, a kupton tani? Edhe çon tjetër për çdon. Kurse për me kap bandat e këto, kështu, nga mes deri në darkë, s'ke nga ta mbash, kupton? Ose fut gjoba djathtas majtës nga mes deri në darkë. Prandaj po të them, që ti jesh edhe ti dhe po opinioni publik të kuptoj qartazi. Po të kishim drejtësi, po të kishim ndjekje penale, sot do të kishe më pak kriminalitet dhe shifrat do të ishin më të ulta. Po sot ti çfarë ke? Ke njerëz të cilët futen në përburgje për statistika, ke ashpërsimin e masë arrest në burg. Pra, ke borxh ti o zotëri, do të fusi në burg ai tjetër. Pse? Do ta bëj biznes më vëlla me ty. Do bëj biznes, a kupton çfarë do të bëj gjyqtar dhe prokuror biznes? Me jetën tënde. Po unë ja them qytetarët, por qytetarët nuk e besojnë këtë gjë. Po e di çfarë dua, ta provojnë që ta kuptojnë. Sepse ti kur nuk e provon thua çfarë do të ky marr. Ne kemi bërë reforma, amerikanë, amerikanët po këtej lekë taka tekserat, prokurora gjyqtare të bëhet nami atë. Njëri edhe e di çfarë do, e di lesi ja prish pastaj linja se kanë ta gjej spaku që unë si bën linjat ata. Po, e vërteta është mbaje mend te treshja në çdo imagjinë. Atje fillon edhe bëhet e keq te treshja. Nuk do i themi gjitha sot. Edhe unë të falenderoj shumë për Po si themi, edhe unë të falenderoj për të treshja, ma e men si bëhet korupcion me treshen. Por e vërteta është që ne duhet të themi qytetarëve që politikbërja në Shqipëri, por edhe ndjekja penale, duhet të bëjnë reforma të forta për të ndërshkuar krimin dhe jo për të bërë statistika. Të falenderoj shumë për ftesën. Faleminderit ju avokat.